pjesë teorike, do kemi disa gjëra praktike, ndërsa dita e nesërme do jetë komplet praktike për sa i përket promocioneve dhe si të regjistroni tek Fiverr freelancer për të marrë punë edhe nga jashtë. Fillimisht e thash, do të thënë prezantimi në ditën e sotshme do jetë pjesa e kontentit më së shumti, pjesa e Canvas dhe skedulime që mund t'i bëni në platforma të ndryshme, ndërsa pjesa e ditës së diel janë teknika për rritjen e ndjekësve, si të bëhemi viral dhe regjistrimit të këto platforma për të marrë punë online. Fillimisht do vazhdojmë me prezantohem edhe unë pak. Unë jam Fationa Murati, kam 4 vite gjysmë që merrem me marketingu digital. Fillimisht kam nisur të punoj tek platformat Fiverr dhe freelancer, ndërsa 2 vitet e fundit po punoj me bizneset shqiptare, kryesisht si content creator. Jam trajnuar nga profesionistë të ndryshëm, kam bërë trajnime edhe jashtë vendit edhe në Shqipëri për sa i përket marketingu digital dhe gjithashtu kam nisur edhe një nismë time për të ofruar këto shërbime si startup për bizneset kryesisht të vogla. Gjithashtu kam bërë dhe trajnime për shitjet, sepse shitja dhe marketingu do e përmendim dhe më poshtë që nuk do t'i shikojmë të ndara apo si një platformë e vetme, me Vasil Naçin, Ermal Mamaqin, Ermirin, Mimoza Pasha që janë më të njohur këtu në Shqipëri për sa i përket pjesës së shitjeve. Tani do nisim kështu, çfarë mendoni se është marketingu digital? Nëse mund t'ju bëj parantezë një pyetje para se të filloj edhe unë ato teoritë që kam bërë gati. Çfarë mendoni se përfshin? Nëse keni një mendim çfarëdo që të jetë, thjesht t'jemi sa më interaktiv me njëri tjetrin, edhe pjesa online, nëse Okej. Në kohë që mendoni sa të vazhdoj pjesa online. Përshëndetje të gjithëve. Ne jemi fizikisht këtu, po edhe online, nëse keni ndonjë ide se çfarë mendoni se çfarë është marketingu digital, mund të hapni mikrofonin dhe ta bëjmë të tillë bashkëbisedimin ose po ashtu po vazhdojmë. Si të keni dëshirë. Okej, mendoj që të vazhdojmë. Smar, të më thuaj kur të vinë dikush, sepse mua nuk më vinë njoftimet. Okej. Okej, ndërkohë që po bashkojnë dhe tjerët, atëherë po vazhdoj me pjesën që kam përgatitur. Atëherë, vazhdojmë me çfarë është marketingu digital. Atëherë, në një mënyrë më të përgjithshme e kam përkufizuar që përfshin të gjithë format e marketingut online dhe mënyrat se si ne komunikojmë nëpërmjet kanaleve të ndryshme për të ndërvepruar me klientët e targetuar. Nëse ne ndajmë marketingun vetë çfarë do thotë fjala marketing dhe çfarë do thotë fjala digjitale, marketing përfshin atë pjesën kreative, si ne komunikojmë me audiencën, vlerat që ne duam përcjellin dhe në këmbim marrim ato benefitet që gjithë secili biznes ka qëllim, maksimizimin e fitimit, ndërsa pjesa digjitale është thjesht mënyra se si ose mjetet që ne përdorim për të shkuar dhe për të qenë sa më pranë audiencës tonë. Pra qëllimi ynë është që të menaxhojmë të gjithë fazat që një klient kalon në një biznes, nga fillimi deri në fund dhe gjithashtu pjesë e rëndësishme e këtij procesi ose qëllimit të gjithë menaxherëve të rrjeteve sociale është matja e saj performancës ose KPI. Domethënë të gjitha ato buxhetin ose strategji që ne vendosim për të implementuar tek biznesi që kemi ose po ashtu edhe vetë faqja jon, që mund kemi brendi jon personal, kjo strategji, kjo fushat sa like na solli, sa followers na solli, ose kaq lek që vendosim në promocione. Për shembull, mund vendosim një buxhet 50 euro në promocione. Sa ky buxhet është kthyer në klient, sa kanë vlerë ose sa shitje ne kemi marrë nga kjo lloj gjëje. Gjithashtu dua t'ju bëj një pyetje tjetër, cili mendoni ju se është më e rëndësishmja, është implementimi apo thjesht të pasurit ide? Janë të dyja të rëndësishme. Okej. Se po nuk vate ide s'ke çfarë implementon dhe po duhet të implementosh diçka, do të kesh ide që ta bësh. Okej, dikush tjetër? Implementimi apo idet? Jam te ide. Okej, edhe unë jam mund të ma shpjegosh pse mendojnë që implementimi është më i rëndësishëm se sa idet? Idet e mira, nëse nuk e implementon, në fund nuk arrin pas kujt. Kjo është në fakt
Kjo është në fakt sfida e gjithëve, jo vetëm profesionit që ne kemi, po që sepse idetë edhe mund t'i gjejmë diku, edhe mund t'i marrim të gatshme, edhe për shembull edhe formulat biznesit ose kontentin mund ta marrim gatshëm diku, ama pjesa e implementimit se sa do i vëmë në praktik ato ide ose edhe këto informacione që ne do marrim sot, sa do i vëmë në praktik aty mbetet ose ajo bën diferencën. Se ne i mësojmë gjitha këto, do bëj disa pjesë praktike, disa pjesë teorike, ama diferencën ose ajo që çfarë do ju bëj të veçantë atje jashtë është pjesa se si ju do i vendosni në përdorim ose në praktik to që merrni. Do i vendosni të gjitha, do keni atë disiplinën, atë konsistencën që duhet ta ketë gjithë secili prej nesh. Dua të them që marketingu është më së fundmi ky digjitali është ai më kryesori për sa i përket sistemit të një biznesi. Domethënë nëse nuk ekziston ajo pjesa e të qenurit online, e të qenurit në mediat sociale, është shumë e vështirë për të çarë tregun dhe ose edhe për të futur tek pjesa e tregut. Siç e dini, platformat kryesore është Facebooku, është Instagrami, YouTube-i, Twitteri, TikToku, LinkedIn-i, Snapchat-i, ka futur edhe disa veçori të reja për sa i përket biznesit, WhatsApp-i dhe Pinterest-i. Kush mendoni se është platforma më kryesore ose më in e momentit? TikToku. Edhe LinkedIn-i, po? Instagrami. Okej. Më viral besoj që është TikTok. YouTube. Edhe YouTube. Në fakt të gjitha ato që përmendet ju janë virale. TikToku ka marrë vëmendje te pjesa te mosha më e re. LinkedIn-i ka atë fokusin tek bizneset, se LinkedIn-in e kemi business to business, nësa këto tjerat janë bizneset e business to consumers, po të konsumatorët ose followersat ose klientët. Doja të thoja që për Facebookun, edhe pse është rrjeti i parë që ka numrin e përdoruesve më të madh në botë, akoma vazhdon të jetë ai që ka më shumë përdorues. Për sa i përket shitjes ose biznesit ose asaj se çfarë ne duam, është pak e vështirë të sjellë shitje vetëm platforma, ndërsa me anë të promocioneve ka rezultat. Ndërsa pjesa e Instagramit së fundmi është kthyer komplet video, sepse TikToku dhe Instagrami nëse keni vënë re kopjojnë njëri tjetrin. Vazhdoi TikToku me video, Instagrami solli pjesën e reelsave, Instagrami nxjerr diçka tjetër, TikToku po ashtu, të dyja platformat sikur janë në konkurrencë me njëra tjetrën. Instagrami është komplet video, ndërsa YouTube-i kohët e fundit edhe ai me videot, me shortsat nëse keni parë, edhe ato reels në Instagram, këtu në YouTube quhen shorts. Twitteri në faktu në shtetin tonë nuk është se përdoret më shumë nga pjesa e organizatave, këtyre që veritare, nuk është se ka një kështu për bizneset ta themi fokus kryesor, por mirë është ta kemi ndoshta për shprehjet përditshme, thjesht për qenë si platformë online që e përdorim, ndërsa për vazhdimsi ose për shitje nuk është se ka atë fokusin kryesor. Shumë pak shqiptar, sa nga ju ka Twitter këtu? S'kemi. Edhe unë e kam, po se përdor thjesht sa një platformë të tillë. Pastaj TikToku ne kemi parë që ka atë fokusin më të madh dhe gjithë bizneset po fokusohen aty dhe realisht edhe te biznesi që po punoj aktualisht, unë punoj një kompani amerikane, më thanë që nga një video, një eksperiment që po bënin me një video me studentët për një produkt që ishte kundër stresit dhe ankthit, kishte marrë mbi 110k views edhe kishte sjell pothuajse 100 shitje vetëm atë ditë. Që ishim kështu u habitëm, që është kompani sapo e ardhur në Shqipëri që operon me tregu, edhe me tregun amerikan dhe me Europën, dhe vetëm një video që ka goditur në TikTok, ajo ka marrë shumë shitje. Domethënë fokusi dhe vëmendja duhet të kthehet nga TikToku duke e përshtatur gjithmonë me produktin që ne mund të kemi. Se shumëshmëria është e ndryshme, projektet ndoshta janë të ndryshme, pjesa e farmacisë ose është komplet e ndryshme, duhet i përshtatemi këtyre gjërave që gjejmë. Pastaj Snapchat-i është më shumë për video, foto, por edhe ajo ka vendosur disa filtra që nëse bashkëpunon me biznese merr një pagesë të caktuar, kjo është edhe për ata që janë përdorues, por edhe është edhe për video. Po, edhe për video që po. Më përpara ka pas një fokus më të madh. Kanë fituar goxha të rinjt me Snapin. Në qoftë se dikush nga online, më falni se mua nuk më dalin këtu, ka dëshirë të flas, mund të më ndërpresi edhe të komentoj. Gjesiani ka ngritur dorën për çfarë? Nëse ke diçka për të shtuar ose për të ndarë me ne? Okej, po vazhdoj, po gjithsesi nëse dikush ka koment, mund të më ndërpresi edhe për të shtuar edhe për çfarë do lloj gjëje që të jetë. Okej, edhe po kaloja tek pastaj WhatsApp-i, nëse keni vënë re me ndryshimet e fundit që po bëhen
Instagram, kemi Instagramin, Facebookun dhe WhatsAppin që duan të bëhen në një platformë të vetme. Edhe pjesa që po bie algoritmi që postimet nuk po marrin shumë like, reelsat nuk po marrin shumë views, është për shkak të këtyre ndryshimeve që po bën në Instagramin me Facebookun që duan të jenë një e vetme. Gjithashtu dhe integrimi i WhatsAppit për pjesën e bizneseve është shumë e mirë, se tani një mesazh ose diçka të del butoni poshtë se keni vënë re që shko direkt në WhatsApp. Kjo është shumë e mirë për sa i përket bizneseve, ndërsa për ecurinë e postimeve dhe të kontentit që ne duam, vetëm ka probleme, nuk na dalin postimet, nuk optimizohen më siç kanë qenë më përpara. Qose më përpara po marrë shembullin që kam punuar te zero absolut, kemi shumë like në një postim, merrni shumë like për shkak të algoritmit, tani numri i like-eve ka rënë drastikisht. Jo vetëm tek shembulli që kam punuar, po edhe në bizneset e tjera kam vënë re që faqe shumë të mëdha marrin 300, 400 like, 500, me zor arrin te 1000, 1200 like. Kjo është gjitha për shkak të algoritmit. Nuk ka të bëjë fikse edhe me strategjinë që ndjekim, se ndonjëherë mendojmë edhe mos jemi në strategjinë e gabuar, mos postojmë shumë, jo. Duhet ta vazhdojmë atë strategji që kemi, po thjesht duhet kemi parasysh që pjesa e algoritmit po ndryshon her pas here. Nëse keni vërë kanë nxjerrë edhe futures të rinj, që tani skedulimi mund bëhet edhe nëpërmjet Instagramit, reelsat mund t'i skeduloni nëpërmjet Instagramit, Facebooku i ka patur gjithmonë. Ndërsa pastaj për pjesën e platformës fundit për Pinterestin, nëse keni parasysh, Pinteresti përdoret si formë për gjetur content. Ju mund të shkruani një fjalë për një projekt çfarëdo që të jetë, për një produkt ose nuk e di, domethënë edhe për trajnime, nëse shkruajmë për pjesën e kurseve, online education të dalin content tipa parë, domethënë një fjalë kyçe, të jetë e goditur ose të jetë e duhur, domethënë të jetë ajo që ju po kërkoni tamam, keni pafundësi edhe foto që janë estetik, që janë më të bukura, më të lezetshme, po edhe kontentin nëse ngeceni edhe për pjesën e ideve, nuk keni ide, nuk dini çfarë postoni, nuk dini çfarë bëni ose si ta ndërtoni brandin tuaj, aty keni pafund shembuj. Për sa i përket për Shqipërinë, sërish nuk është se ka një përdorim. Unë nuk kam parë deri tani, paktën me eksperiencën që kam personalisht, nuk kam parë biznese që përdorin Pinterestin, por jashtë shtetit po bën nami, domethënë gjithë ato kanë ato bordet e veta, kanë pinë vetë që kanë ndërtuar. Për shembull, nëse është një faqe veshjes ose faqe farmaceutike, kanë kategori, xhaketa, kostume që nxjerrin foto shumë të kapura bukur, të fotografuara bukur, dhe kanë ato që një klient i ri që mund të futet aty ka të gjitha të sistemuara, nëse mund ta themi kështu. Siç e bëjmë te pjesa e highlighteve në Instagram. Për të kaluar te kjo pjesa që thotë, domethënë digital experiences, e gjithë pjesa e marketingut përfshin të parën kryesorën që e cilësoj unë është krijimi i përmbajtjes si kontentit. Pjesa e dytë është SEO, janë motorët e kërkimit, domethënë ato fjalët kyçe që duhet i përdorim në çfarëdo lloj postimi, si në Facebook, si në Instagram, duhet jemi, domethënë të përdorim fjalë kyçe, terma që lidhen me biznesin tonë ose lidhen me postimin, që në mënyrë kur dikush kërkon diçka në Google ose kudo që të jetë të optimizohet të dalë biznesi jon ose faqja që ne duam. Kemi paid search, janë AdWords, që kjo është në bashkëpunim me pjesën e Google-it, por edhe thash promocionet që bëhen nëpërmjet Instagramit. Kemi social media marketing, që është menaxhimi i rrjeteve sociale. Këtu duhet kemi parasysh që nuk është në fokus shitja, duhet ta theksoj këtë pjesë, te mirëmbajtja e rrjeteve sociale ose menaxhimi i rrjeteve sociale ka të bëjë pjesa e ndërtimit të marrëdhënies me klientët. Është shumë e rëndësishme që të bëjmë ato postime, të bëjmë ato sa më të klikueshme, të japim informacion, të edukojmë. Domethënë nuk ka të bëjë direkt për shitjen, por sa ka të bëjë me ndërtimin e marrëdhënies se ta bëj klientin që të jetë faqja jonë. Pra, nëse ne kemi një faqe biznesi, çfarëdo lloj biznesi qoftë ai, nëse ne postojmë vetëm produkte, bëhet e mërzitshme. Sepse i bie që ti ke vetëm fokus shitjen, do vetëm që të shesësh. Në qoftë se e krahasojmë dy biznese bashkë, një biznes që ka vetëm postime për produkt, që po marr aktualisht kompaninë që sapo kam nisur, ajo poston për momentin vetëm produkte, vetë marr biznesin që un kam qenë më përpara, që poston edhe reelsa dhe gjëra fani me Luizin dhe Kiarën, edhe shikojmë që rriçi që ka kompania e parë është më i lartë se sa ka kompania e dytë, sepse kjo ka vetëm fokus shitje, ndërsa kjo i përshtatet aktualitetit. Dhe është shumë e rëndësishme që gjithmonë të përshtatemi me aktualitetin, me lajmet që po bëjnë namin ose po dëgjojnë dhe po përfliten nga gjithmonë duke lidhur edhe me biznesin që ne kemi. Pastaj është pjesa e email marketing, që kjo përdoret në disa fusha të caktuara dhe ka efektivitet në disa fusha të caktuara. E thash dhe më përpara që e rëndësishme të gjithë kjo eksperiencë digjitale ose kjo botë virtuale është të mbajmë pjesën e KPI-ve, matjen e performancës. Gjithmonë për një fushat që bëjmë, një javore ose një mujore, të shikojmë rezultatet. Sa ky promocion, sa na solli, kjo fushat ose bashkëpunimi me influencerat, sa ndjekës na solli, sa like na solli, sa shitje na solli.
Dhe e fundit është kjo pjesa që të gjitha fushatat që ne bëjmë, postimet bashkë me promocionet e paguara, duhet të jenë gjithmonë të integruara, një herë njëra, një herë tjetra, një herë të dyja së bashku për cilat të fitimet ose shitit që ne duam. Dua të bëj edhe disa krahasime për sa i përket marketingut, se disa e shikojnë si kosto në fakt, por në të vërtetë marketingu vetë është investim. Besoj se gjithë bijmë dakord me këtë pjesë. Se kam vënë edhe me bashkëpunimet që kam pasur me bizneset e vogla kryesisht që i duket dhe presin rezultate që me postimin e parë, ose që me javën e parë, që me muajin e parë, është vështirë që të marrësh këtë feedback ose këto rezultate që në muajin e parë, sepse marketingu është investim afatgjatë. Domethënë ato që bën sot, nuk e ke idenë se sa mund të kthehet dhe përkthehet më vonë në ditët në vazhdim. Diçka tjetër është që nuk duhet të fokusohemi vetëm tek këto trendet që po dalin në momentit, duhet kemi një strategji bazë kryesore për gjithë javën. Për shembull, nëse kemi një strategji për gjithë javën, duhet ta mbajmë atë strategji dhe me trendet dhe këngët që bëhen virale, ja bashkangjisim këtyre strategjive. Por nuk bën që ta lëmë këtë strategji që kemi ndërtuar, 5 ditë, 6 ditë që kemi bërë kontentin, ta lëmë pas dhe të hedhim një këngë që është bërë virale në momentin. Jo, këtë këngë e marrim dhe e bëjmë pjesë të strategjisë tonë, ose këtë hashtag që u bë shumë i famshëm në TikTok ose në Twitter e marrim dhe bëjmë pjesë të postimeve tona. Por asnjëherë nuk duhet ta lëmë strategjinë pezull për të fokusuar te trendet dhe këto gjërat virale që dalin në momentin. Gjithmonë i bëjmë pjesë të strategjisë tonë kryesore. Edhe diçka tjetër që dua të theksoj është te pjesa e dëgjimit të klientëve dhe followersave që kemi. Se her pas here kemi atë tendencën vetëm që të bëjmë content, vetëm ta postojmë, mbarojmë atë punën që kemi, po në fakt kjo nuk është aq, nuk do ketë rezultate të e kërkuara ose të dëshiruara nga ana juaj, se vetëm duke postuar dhe mos i dëgjuar se çfarë ata duan, ne mund të jemi kontraversë ose mund të jemi gabim me qëllimin që ka ndoshta edhe biznesi. Sepse nëse klienti ka një problem, për shembull, po e marr me stresin dhe ankthin dhe ne japim gjatë gjithë kohës vetëm produkte për kockat, nuk është e duhur. Ose nëse tani është koha që është diell edhe është ftohtë, më falni, do të thënë kjo koha e acartë, është dimër dhe ne nxjerrim vetëm pulovra, jo, duhen xhupa, duhen xhaketa, duhen gjërat e lëkurës, gjërat e trasha. Do të thënë duhet përshtatim në këtë pjesë dhe duhet edhe pjesa e strategjisë duhet të jetë gjithmonë ato për të ndryshuar dhe për të përshtatur tregut. Në këtë rast për biznesin, për modën ose për veshjet të kohës dhe për sa i përket edhe produkteve tjera farmaceutike që mora rast, ti përshtatet gjendjeve të konsumatorit. Domethënë sa më afër jemi me mesazhet ose çfarë kërkon konsumatori, aq më mirë dhe më lart do jemi dhe me pjesën e klientëve. Vazhdojmë me pjesën e Më falni. pyetjeve. Po, më thuaj. Quhem Julian Dame. Dhe Përshëndetje. Desha të pyes tek Instagrami. Po. Si mundemi neve që të